Një tjetër investim në sektorin e ujësjelljes kanalizimeve do të mundësojë furnizimin me ujë në 12.000 banorëve përgjatë 24 orëve pa ndërprerje. Kryeministri Edi Rama, përmes një postimi në rrjetet sociale, ka publikuar pamjet e këtij investimi, i cili përmirëson kushtet e jetesës për banorët duke mbuluar 11 fshatra në bashkinë e Pogradecit. Kreu i qeverisë në postimin e tij në rrjetet sociale thekson se ujësiellsi i ri në Çevarr dhe në Dradhas të Pogradecit është një investim në shërbim të 12.000 banorëve të këtyre dy njësive. Ndër të tjera, Rama ka theksuar se janë pjesë e këtij investimi 11 fshatra të tjerë të bashkisë Pogradec. Për ujësiellsin e ri është ndërtuar një linjë kryesore prej 51.8 km dhe një rrjet shpërndarje prej 44.7 km, i cili do të jetë në funksion dhe në shërbim të gjithë banorëve të kësaj zone.